A mund të më tregosh sa është sëmundja e zemrës kur e urren dikë që është në Islam? Nuk e di se çfarë të bëj. Sa herë që e shoh, aq më shumë më hyn rrethja. Nësor, jo se ka bërë diçka, për vetëm mënyra e saj, tipi i saj më qen në erva. Pra tipi i saj si mendje madhe, Allahu të shpëtet inshallah e kupton se çfarë dua të them. Ka njerëz do të thonë natëshmëria e dikujt, është natëshmëria e tillë që ty të pengon për shkak se të duket se shprehje çashtu apo. Mirë po, nuk bën që këtë jetë shkak për më rrejt, do të më rrujt sa ma tepër nga se kjo rrejtje shpeshere mund me qenë edhe mëkat. Ase thotë Allahu Jalla Vala në Kur'an surën Hujurat, ja ejuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni fa inna ba'da adh-dhanni ithm. O ju që keni besuar, largojeni shumë paragjykimeve, nga se shumë prej paragjykimeve janë mëkat, çon mëkat, nuk ka veç pse ti po të më largu nga kjo se po të pengohemi, po çka shpesher çon edhe në mëkat. Nëse kjo është paragjykim, a nëse me të vërtetë treguohet ajo mendje madhe, treguohet do thot me kryelartje kështu më radh, atë nëse urren për shkak të kësaj cilësie ti ke sevap për këtë punë. Nëse urren për shkak të cilësit të keqe, ke sevap. Mirë, po nëse urren vetëm për shkak se bazohet kjo urrëti në paragjykime, atëherë mundohet që me largu nga vetja jote, nga se ka mundësi që ky paragjykim me çu deri te mëkati. A është haram për mua qëndrimi me një djalë 16 vjeç në një dhomë? Nuk e di, më duket si vëllau im nganjëherë edhe lozja me të. Ai që ka taku fëmijërisë, ai ka kalu. Mirë po, tash nëse ai i takon moshës madhore edhe nuk është petën që kidet me të atëre, nuk bën me me të edhe pse ndjenja jote fillestare është se është vëllau ose është jo vërtet është më rënd nga se shejtani nuk e mëshiron këtë ndjenjë, mi po e kalon derisa të qenë të një ndjenjë tjetër. Allahu azza wa jalla ruaj për saj atë. A është vallëzimi i lejuar për femrat, e nëse po, në cilat vende lejohet? Dietarët kanë diskutuar këtë çështje në darsma, ku do thotë nuk ka përzime burra me gra, nuk ka do të injizime me kamera, nga se ka mundësi që transmetohet edhe të bjen durë dikujt. Por nëse është ambient më i mbyllur dhe është strikt i kufizuar vetëm me femrat, disa preditore e kanë leju. Mirë po, jo të bëhet në forma çorodica, apo në forma që të kalojnë normat e moralit apo. E ai që e lën është edhe më amin nga se është më afër të moralit të besimtarës apo. Mirë po ajo që e bën këtë punë, von jo si vallëzim, jo si rezultat i muzikës. Se do të kushtot tash mos e leju ja vallëzimin, do të muzika po se pa muzikë s'kan kërkosh apo. Mirë po them nëse muzika është ajo tingu që dali janë produkti mjeteve që janë të lejuara mu përdor ndarshëm, sikurse defi. Apo, e nëse është prezente muzika e mjeteve të tjera, atë kjo është ndaluar, sikurse e kanë ndaluar shumica e dietarëve atëre. Ajo që ka është haram, edhe ajo që del prej haramit është haram apo. Nëse është produkti i defi, edhe është për ndonjë gëzim sikurse është smja, e kështu me radhë, po them se a ka mundësi me sqaruar në pika të shkurta një fjalë të Abdulwahabit? Suneti më së miri praktikohet kur në një namaz praktikohen 2 sunete. Allah nuk e di ky përthim është adekuat, mirë po më së miri praktikohet në mund kur shton sunete, mëse me bën një i bën 2 apo kështu ne po kuptoj. Mirë po nëse ka mundësi që pyetjen e ashme ose tash na tregon se ku e ka gjetë këtë që më mund me konsultuar origjinalin për me ditë se çka konkretisht ka Abdulwahabi, do të ishte më i lehtë komentimi i kësaj fjale. Po për kështu nuk e kam shumë të qartë. Mi fal dërgjat të abdesit. Të ka rënë se ki fal drekën apo thon fazën, atë thosh përshëndroj që të na filën në fazë nuk bën. Do të pi poshtë të nalt s'bën me shku, ama pi në altit poshtë bën me ra. Për shembull, je lidh namazë me njët me fal drekën. Kur po bën me namazë ki fal drekën, atë thosh po bëjnë afile, po do pi në altit bën me ra poshtë, ndërsa pi poshtë të nalt nuk bën me shku. Të mëzirë është vajgjib, apëtan që mos të gudzon më ullë pa e falë. Por nëse e kryin këtë me qëfar dëlloj njëtit namazit, kjo bjen apëtan. Për shembull nëse hinë xhami edhe me njët me falë sunetin e drekës, atëherë të mëziti bjen, apëtan, se obligimi u realizu të nuk e ullë pa i falë 2 rekate, apëtan. Me këtë njët bën, apëtan. Nëse është për qëllimi, do thotë sikur se tha i vllau se suneti mas miri praktikohet, nëse i përdor të gjitha format që kanë ardhur për një vepër të caktuar. Do thotë nëse pejgamberi një vepër e ka kryer nganjëherë këtë formë, nganjëherë në atë formë, atë suneti më mirë praktikohet nëse ti çfarë të bën, nganjëherë kështu, nganjëherë ashtu. Po kjo është sahi. Nëse vëllezëria, sikurse për shembull tek tesbih, do të thonë subhanallahu alhamdulillah mas namazit. Nganjëherë pejgamberi ka vonë nga 33 herë.
e nga njëri ka dhënë nga 25 herë, e nga njëri ka dhënë nga 11 herë. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kështu e ka përdor kët, prandaj ti nëse e bën kët, thosh nga njëra e përdor 43 herë. Nga njëra e përdor nga 25 herë, nga njëra thosh mos namazi ka 11 herë. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atë kjo është forma më e mirë e praktikimit të sunetit, se ti i ke asin nga të gjitha anë. Apo në vetë se më marr vetëm një aspekt, i ke përdorur të gjitha forma që i ka përdorur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë kjo më drejt, kjo është çashtu që ka thënë Abdul Wahhab rahimahullah. Në aspekt përgjithshëm nuk e di a kem guxim me thonë se kufër, mirë po nëse njërit është që me të vërtet me i bë konkurrencë Allahut azza xal në krijim, ose mendon se me të vërtet krijon një sikur që krijon Allahu azza xal, atë kjo është kufër padyshim, kjo është dalë pe fesa. Çfarë mund të thoni për kafshën e zbritën në babur që ka zbrit vjet? A është shaja e kiametit? Kjo është shaja e iblisit. Se do mi mashtru njerëz, ta pëton, edhe bon që si sa na pëton.